Kjo është plotësisht e vërtet. Jo, kjo nuk është e vërtet. Tani e ka radhën rubrika jone e përjavshme, në të cilin do ta shohim në vazhdim se çka ka të vërtet apo të pavërtet për ndonjërin nga artistët tanë. Zbulohet identiteti të dashurit të Zajmin Avasjarit. Kjo është plotësisht e vërtet. Shumë është folur e është komentuar mbi lidhjen misterioze të bukuroshës shqiptare Zajmin Avasjari. Plotësisht në heshtje e larg vëmendjes së publikut, ajo mbi një dekadë konsolidoi një lidhje të fortë me një mashkull, të mbajtur hermetikisht larg nga syri i publikut. Zhvillimi më i fundit ishte ribashkimi për Shën Valentin në Malldiv, pas një krize rreth 4 mujore. Mirëporisit nga Zajmina nuk mbarojnë me kaq. Privej për të parën herë pas shumë vitesh lidhje zbulon identitetin e personit që i ka vjedhur zemrën një prej vajzave më të bukura shqiptare. Ai quhet Klodian Aslani dhe është biznesmen që merret me një varg veprimtarish, nga konstruksionet e qelikut e deri tek patpunëshmëritë. Ndonse fotografitë janë të pakta, disa prej tyre që ka siguruar Privej konfirmojnë identitetin e biznesmenit, shkaku i tatuazhit në krah të cilin ish Miss Shqipëria e kishte postuar në verën e 2015-s në një mbishkrim romantik. Zajminës dhe Klodianit, çdo të mirë në këtë kapitull të ri të lidhjes së tyre. Arian Çani largohet përfundimisht nga Shqipëria? Ky informacion nuk është i vërtetë. Një deklaratë e Arian Çanit për në një emision të karakterit politik u shndrua në lajm të ditës gjatë javës që po lan pas. Si ftuar për të diskutuar situatën politike në Shqipëri, prezantuesi i Zonë e Lirë lëshoi deklaratën bombë të planit për largimin nga Shqipëria. Së shpejti nga ky vend do largohem, kush nuk e kupton që ky vend po shkon keq e më keq është naiv. Këtu nuk mund të rriten fëmijët, citohet këtë thënë mes tjerash Çani në intervistë. Megjithatë, e vërteta duket që të mos jetë siç e ka deklaruar prezantuesi i Zonë e Lirë. Privej mëson se shpërngulja nga Shqipëria dhe respektivisht edhe mbyllja e misionit që ka kaluar tash një kohë dekadën e parë të transmetimit nuk janë në plane. Deklarata që bëri buj, siç ka arritur të kuptoj Privej nga burime pranë Çanit, ka qenë thjesht prononcim i thënë në gjendje afekti nga mlefi mbi qeverinë e Ramës dhe jo plan i menduar mirë. Ndryshe, Çani njihet si një prej kritikuesve më të ashpër të qeverisë Rama, pothuajse që prej fillimit të vitit 2013, duke reflektuar këtë pikpamje shpesh edhe në emisionin që drejton. Blunt e Real i këndojnë Hashimit? Kjo është më se vërtet. Blunt e Real që tashmë dihet se i këndojnë realitetit tonë në formën e tyre, kësa herë do të befasojnë me atë që do ta publikojnë. Dyshe janë duke punuar në realizimin e klipit më të ri të tyre që do të titullohet Pare si Thaçi, Pare si Rama. Interesante është në këtë projekt se Blunt e Real do të trajtojnë mundësinë të bërit para të majme që mes fjalësh janë edhe shprehjet me lek si Thaçi and Rama. Kënga është finalizuar teksa për klipin ende janë duke u mbledhur. Imagine Films është përkujdesur lidhur me vizualizimin. Si projekt do të publikohet me 1 prill.